Influencerja dhe një herëzja dhe moderatorja e njohur shqiptare Sara Gjordeni, së fundmi nëpërmjet një postimi në rrjetet sociale i ka bërë një dedikim të veçantë vogëlushës së saj Nea. Donse Sara ka publikuar foto të Neas dhe më parë, por ajo është kujdesur që të mos zbulojë portretin e vogëlushës, por me sa duket, deri këtu ishte kjo stepi nga ana e influenceres. Në postimin e fundit, ku shfaqet një pjesë e fytyrës së Neas, Sara nëpërmjet fjalëve të shkruara në këtë post arrin që të na krijojë një imazh të vogëlushës në mendjen tonë. E dua atë pak të verë të diellit që sytë e tu blu kanë mes tyre. S'di se si Bora ka zbritur në lëkurën tënde të bardhë, por disi munda gjatë krijimit tënd që ftohtësinë e botës të ta shtroja mbi lëkurë. Jam e bindur se diku lart në hyjni, ëngjëjt mblodhen këngët e tyre më të bukura për të krijuar zërin tënd, e ata mendje lehtë sundalen aty. Të odhën arë mbi flok sikur të mos ekzistonte vend tjetër. Mami nuk dy të hedhë ngjyra në kanavaçe, por lehtësisht isha krenuar pa modesti se si pikturat më të famshëm në botë i kisha hedhur diku në një cep të harroheshin për jetë përpara portretit tënd. Pse ngec kur shkruaj për ty? A se jam unë ajo vajza arrogante në krenarinë time për oratorin? Ku më shkojnë fjalët përpara teje? Si mund të më mund një kundërshtare kaq qëngjëllore që ende s'di të lëshoj një tingull të plot? Vallë kaq e fuqishme je? Për këtë ndjesi më ka folur nëna ime 27 vite? Nëse kjo është vetëm Maja Esbergu të rrugës son, shpresoj të di të notoj më thellë se Mariana Trench, të shoh aq thellë brenda teje sa edhe nëse s'jam unë shoqëra më e ngushtë, ti të jesh e imja. Me shpresën që dikur, një ditë do i lexosh këtë postime. Shkroi Sara Gjordeni duke emocionuar jashtëmase fancat e saj. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.